pa u çuar këtu nga vendi, nuk e di nëse regjia është gati, do kisha ftuar këtu në fakt Klaudia Murataj edhe bashkëpunëtorin tjetër tonin që është Martinjo Mirtollari, t'i shtoj këtu në panel në fakt, do t'i shtoja sepse nuk kemi kohë që të dalim në publicitet nëse jeni mikrofonuar. Mirë se na erdhët, ju hapa oreksin, ju jeni duke punuar në festival, ulluni kështu. Klaudia dhe Martinjo janë duke u marrë me festivalin e këngës, nuk e di nëse e keni ndjekur këto ditë, jemi në full intensitet, ditë të mbushura me muzikë dhe me ngjarje. Si duket atmosfera, Klaudia? Atmosfera e festivalit si gjithmonë, festivali shumë flak, emocione të shumta, artistët janë pra natën e parë dhe dytë ishin shumë në ankth, por atmosfera duket e bukur, presim sepse sot është nata nostalgjisë. Po, sot do kënaqem, do ta shem. Sot është nata që njerëzit e shijojnë dhe relaksohen pak. Surprizë jonë festivalin e pret me shumë kënaqësi. Me zi e pret. Të gjithë në fakt. Të gjitha ditët salla është plot, është me të vërtet i mbushur dhe më ka bërë shumë përshtypje. Kënga është jetë. Patjetër. Martinjo, ti je në atë pjesën pak më pas kuintave, je pak më shumë ankthin me atë emocionin në skeni, ka patur në një moment, në një gjë që emocion në një siklet? Në fakt, kam fatin që të marrë emocionet para se të dalin këngëtarët në skenë dhe emocionet e para mbas dalin nga skena. Unë jam i lumtur që dhe këtë vit festivali ka vendosur një standard të ri sa i përket prodhimeve muzikore që ka sjell, efekteve skenike, imazhi i festivalit dhe çdo gjë tjetër. Momentet bukura ka pasur pafund, sidomos për debutantët e rinj që sot do të përballen dhe me emocione më të mëdha, për shkak sepse sot zgjidhen. Do shpallet sot, pra kush janë ata që kalojnë në natën finale? Janë 10 debutantë dhe 5 prej tyre 5 kalojnë në natën finale. Okej, shumë mirë. Sot kemi pra në fund fare dhe zbulimin e atyre që do të jenë pjesëmarrësit e natës finale. Si është atmosfera pas kuintave? Çfarë bëhet? Them të drejtën. Se ti ke dy ditë rjesht aty. Kam 2 ditë rjesht. Përveç se të gjithë jemi, është një are shumë e madhe. Veshjet, pra çdo gjë, duke filluar nga grimi, madje kujtoj Gerta Mamutaj pra natën e djeshme, kishte një fustan që ju desh 35 minuta për ta veshur dhe llogarit pastaj dhe ishim të gjithë e veshi. Më kujtojt, më duket e kishte njërën këmë të veshur të bardhe, më kujtojt që erdhën 2 djemë se nuk ecte dot për të shkuar. Po, dhe ne ishim kështu të gjithë në ankth, e veshi, arriti, dhe pastaj patjetër me këto ngacmimet që i pyesja, veshjen për shembull Lorenci Tizbulova që partnerja i kishte ideuar veshjen natën e parë. E patjetër këto emocionet, misi të reja, artistët e rinj që janë për herë të parë pjesë e festivalit, janë patjetër që janë njohur dhe janë krijuar misi të reja shumë. Është këndshëm. Martinjo, si duket emocioni? Janë të emocionuar këtë vit artistët e rinj apo janë më rehat se vit? Patjetër. Ato janë të emocionuar sepse gjenden për herë të parë në skenën e festivalit. Deri në momentin kur vin disa komente jo të mira nga disa njerëz që, sidomos shkrimtarët të mbetur në tentativë, le ta themi, që përdorin disa metafora shumë të dobta apo epitete, nuk jam i sigurt. Po këtë punë kanë tani, nuk do merrem me fare me ata. Skemi e ke parasysh atë qendlet e lehin dhe karvani të përpara. Skemi tani, s'do merrem me çdo gjë njëri. Mesazhi im gjatë gjithë kohës për ta ka qenë që ta shijojnë ata. E rëndësishme është që ta shijojnë ata performancën, gjithë këtë eksperiencë, sepse asnjë festival nuk është një lloj. Festivali vitit kaluar ishte një festival shumë i mirë, por eksperienca e këngëtarëve që ishte vjetër shumë ndryshe nga ajo që është këtë vit. Këtë vit janë më të motivuar, më të kënaqur si duket, performancat skenike kanë qenë vështira, siç tha Klaudia, si ka patur edhe momente, domethënë skena është një spektakël. Unë them që është nga skenat më të bukura që ka patur ndonjëherë festivali i këngës, dhe është gjë e mirë se nga viti në vit vetëm po rritet kjo pritshmëria. Si e keni perceptuar ju? Keni parë një çik? Fare? Jo? S'kam kohë fare. Në fakt doja që ta ndiqja nga afër tek pallati i kongreseve, por nuk gjeta bilet. Shikon, është i gjithë i shitur, ky është një hall në vete pastaj. Duhet ishte menduar me kohë. Mos na kërkoni bileta, është nami, nuk ka. Shikojnë televizor? Po. Ju e keni parë? Po. Ha, si të shdukur? Ka pëlqyer? Të dy. Kalojmë kohën neve shiqyr që ka.
muzikë, shiqyr që ka diçka që të kalojmë. Të pyes pak edhe Sergjon. Sergjo, të lutem më thuaj një opinion ti si artist, sepse dhe ti e ke ndjekur pas Kuintave, ne jemi gjithë në fakt si redaksi pas Kuintave, sepse do të përballemi me një produksion post festival, kështu që do të kemi një pjesëmarrje dhe të stafit ton që është aty. Si të është dukur deri tani, si e ke përcjell festivali, si janë dukur këngët? Po, unë siç e thash edhe më parë, këngët janë ato që i përmenda. Ka shumë këngë të bukura, shumë artistë të rinj, shumë performanca, siç thash me balet, skenografia, ndriçimi, pastaj gjithë atmosfera aty unë e kam ndjekur edhe në Base. Si të duket kjo vendosja e orkestrës në këtë formën që është tani? Më duket vizualisht shumë e bukur, po isha duke folur dje edhe e kishim pak vështirësi teknike për të lidhur bashkë, por ajo është shumë e bukur vizuale, kështu që duhen sfida për të arritur gjëra. Sigurisht tani, prandaj bëjmë diferencën dhe nga vitin vit shtojmë diçka tjetër. Ka patur në një moment përveç kësaj që më përmendi Klaudia të veçantë në festival? Momentet veçanta ka pasur shumë dhe shumë momentet veçanta do të ketë natën e sotme, duete shumë të bukura me këngëtarë shumë të njohur, që mund përmend disa si Drit Bejleri që rikthehen në skenën e festivalit, Vesa Luma, Jonida Maliqi e shumë të tjerë që do të shoqërojnë këngëtarët konkurrent për të risjell disa këngë fituese dhe që kanë qenë konkuruese shumë më përpara në festivalet e këngës. Do të kemi një copës Ylli Limani, le ta themi, në një nga këngët që do të performohen natën e sotme. Pastaj edhe natën e tretë ne kemi zbuluar që do të kemi plot 9 të ftuar special, të cilët nuk mund t'i zbuloj mende për momentin, dhe pse disa prej tyre gjatë janë spojluar. Përveç Tomi Kesh, që është shirësia mbitor të këtij festivali dhe që mbasi bëri një virale me espresso macchiato në gjithë botën, aq sa na bëri të gjithëve për të kënduar në ritmet e tij. Si po shkon backstage? Ne bëhemi gati në fakt, siç e thash edhe pak më parë, për një post festival. Do jemi ditën e diel në një maraton transmetimi me fituesit, me organizatorët, me çfarë do mundim të sillim xhenëm, sepse do jenë të lodhur të vdekur të gjithë pas natës finale, por deri tani kemi arritur të kemi disa të ftuar me të vërtet shumë të mirë, dhe do të bëjmë një analizë, do të bëjmë një tjetër kështu post festival aty. Si duket? Siç e thash, backstage. Sa intervista ke bërë? Kam bërë goxha. Ke bërë shumë? Kemi patjetër, kam bërë shumë intervista që patjetër do zbulohen në post festival, por ditë them që artistët së mos këngëtarët e festivalit këngës, përveç se ka një potencial shumë të madh si nga ana vokale, dhe nuk e them se i njoh, po është komplet diçka tjetër ti jesh aty si dikur një nga performueset, pra isha shoqëruese artistëve me baletin, kurse tani ti marr në pyetje është pak më e vështirë. I pash emocionet dje të Klaudios, teksa realizonim edhe një intervistë me nën drejtorin e përgjithshëm të European Broadcasting Union, pra EBU-ja, pjesës cilës prej shumë vitesh është edhe Shqipëria, një intervistë të shkurtër sigurisht, që do ta transmetojmë për gjatë post-festivalit. Faleminderit që ishit me mua sot. T'ja kaloni gëzuar me krahë të lehta, e di që të katërt ju do gatuani, po patët në recetë të thjeshtë për të manisur, do tentoj dhe unë të gatuaj ndonjë gjë, se këtë vit do ta bëjmë në familje. Një vit të ri të tërë e kam gatuar vetë. Familja nuk ngeli shumë e pakënaqur, pra kisha zona. Por varet si më kap deli. A më kap me dëshirë për të gatuar, a më kap me dëshirë vetëm për të ngrënë, se kur jam te kjo e dyta, i ri afër babit, sa ai është, edhe i them, ai fillon në të qeron në jarë, i jep në një gjë kështu në i gështej, në një derisa të vinë gatimet në tavolinë. Kështu që të kaloni gëzuar. Faleminderit. Faleminderit dhe punë të mbarë. Përshëndetje, suksese në punën tuaj. Faleminderit. Që dëgjojmë gjithmonë zënë e mirë. Shumë faleminderit. Edhe stafit që vazhdon backstage-in me dy netët në vazhdim të festivalit. Faleminderit që ishtë me ne, faleminderit Sergjo dhe ekipit të Revizionit Shqiptar. Do të takohemi ditën e diel në post festival live, mos harroni nga skena e madhe e Pallatit të Koncerteve në orën 12:30.